Me Fail Shkodra së bashku me 2 djemtë të tij, Angelin dhe Donisin, po kërkohen nga policia e Kosovës që nga 10 gushti vitit 2025. 3 të dyshuarit për vrasjen e 3 fishtë në Gjilan për herë të fundit u pa në nish të Serbisë. Para se të arratisëshin, në mes të ditës dhe në qendër të Gjilanit, u qëlluan për vdekje babe bir, Selami dhe Edmond Hasani, argjëntar të njohur në qytet. I plagosur në këtë rast mbeti dhënëri tyre Bujar Hoxha. Insideri publikoi ekskluzivisht pamjet e momentit kritik. Sipas burimeve të insiderit, Bujar Hoxha kishte denoncuar me Fail Shkodrën në polici vetëm 2 javë para ngjarjes. Ai ishte intervistuar nga prokurorja Habibe Salihu për një rast që ndërlidhej me Fajde, por më pas ishte lënë i lirë. Rreth një javë para vrasjes, Selami Hasani kishte caktuar një takim me Failin dhe dhëndrin e tij Bujarin, me qëllim për të sqaruar situatën. Megjithatë, takimi nuk shkoi sipas planit dhe përfundoi në mënyrë tragjike. Siç duket, edhe personat e tjerë kishin probleme me Fail Shkodran. Sipas një familjarit e tij, rreth një vit para vrasjes, çifti Gjevat dhe Shukrie Bunjaku kishin shkuar në vilën e Shkodrës në Makresh të Novobërdës. Në atë moment, aty ndodhej vetëm bashkëshortja me Failit, ndërsa ai dhe djemt nuk ishin të pranishëm. Çifti Bunjaku, të shoqëruar nga fëmijët e tyre të mitur, kërkuan lirimin e vilës me pretendimin se u ishte marrë me Fajde. Në pamje shihet edhe ndërhyrja policisë. Në abar ndodheshin 4 anëtarë të familjes Shkodra, si dhe Gjevat Bunjaku me fëmijët. Policia arrestoi Bunjakun dhe më pas edhe bashkëshorten e tij. Ndaj tyre u ngrit akt akuz për kryerjen e veprës penale, cënim i paprekshmërisë së banesave dhe objekteve, pasi sipas dosjes së prokurorisë, shtëpia figuronte në emër të me Fail Shkodrës. Pavarësisht akt akuzës, sipas familjarit të Shkodrës, Gjevat Bunjaku shkoi sërish të shtëpia. Ai deklaroi se Bunjaku ka shkuar aty edhe 2 herë të tjera. Për herë të fundit, më 20 gusht të vitit 2026, ai largoi persona që po kalonin pushimet në vilë dhe u mori Qelsin. Familja Shkodra deklaroi se rasti është denoncuar në polici me 7 dhe 20 gusht, por në asnjë rast personi denoncuar nuk u dërguan në mbajtje. Për këto pretendime, insideri ka kontaktuar edhe Gjevat Bunjakun. Ai ka thënë: Është pretendimi i tyre i vërtet sipas jush apo jo? Unë shkoj me urën prokurore. Që shumë sot me prokurore e presën shata, sot shkate nësa është të shfryzurila e jote, të uanë me qera, bënë një videoatët e dhe tërgani. Unë e presën shata që një muj të fundit, ja kam tërguhe 4 herë, i kam tërguhe që të janë. Por jam shku pranë, apet ka pos njerës atë. Qëllimi juaj që keni shku me datën 20 u kanë që ju me mblidh dëshmi që më ja dërgu prokurorës. Jam largu për 2 vjet, dhe ata njerës që janë kanë mrena. Qargona për 2 vjet, pena mos gjysore, policia, atë, gjani dhe mos kanë në drejtë në ria. Shka mu drejtë në ria krejtë. Dhe aty, janë në të lopë, stacion policia. E vëm fajt e vëm që janë rësu. Dhe është bravo. Dhe fashëm e rësu, pas e kësë musa me Fail Shkodrë. Dhe është fatë e të e kam të në rasin para 2 vjetë, që 2 vjetë i nëmër me prokurorisë sociale, dash nuk më dalin mu më bëhasu me muka. Qëtona dash të me sharu me e ditë që ajnikon e ju. Unë Gjevat Bunjaku e më atë. Zoti Bunjaku, do me thonë, shtëpia u kanë pronë juja, mirë po ju keni pas një bargjë 9.500 euro dhe si rrjedhoja u kanë marrë komplet shtëpinë për shkak që ati borgje. Po, unë shtëpinë kam pshet në Fajde, ja kam marrë me pës 9.500 euro. Po. E kem kontratët. Villa i bon 250.000. Ja kam marrën që do marrë për 3 muj ditë. Apo, sën ju kam përgjisht për 3 muj ditë një aksy marrë, cilë, Fajden e kam pagu muj e muj, parët e veta sën ja kam kësy, mi ka një për fund edhe 9.000, që ja kam vënue, edhe 9.000 kam fund me Fail Shkodra, së të jepi me ditë që i kejtë në rëpë të shkisë me vlenë. Para ngjarjes tragjike, prokuroria speciale kishte dyshime të bazuara mirë se babe bir kishin kryer veprat penale, fajde, detyrim, pjesëmarrje ose organizim i grupit të mirë organizuar kriminal, si dhe impart, expart, furnizim, transportim, prodhim apo shitje të paautorizuar të armëve dhe lëndëve plasëse.
të njëjtit pasi qëndruan rreth 4 muaj në paraburgim. Me 21 tetor 2024, gjykata miratoi kërkesën e prokurorisë speciale që masa e paraburgimit t'u zëvendësoj me dorëzani. Për Mifail Shkodrën u caktua dorëzania në vlerë prej 50.000 eurosh, ndërsa për djalin e tij në vlerë prej 20.000 eurosh. Gjykata urdhëroi vendosjen e hipotekës mbi një njësi kadastrale ku ndodhin 2 objekte si garanci për shumën totale për 70.000 eurosh.